Ju ngjatjeta të nderuar kudo që jeni. Po takohemi sërish në këtë ditë të diele të 17 majit 2026. Sonte këto do të flas për një temë, për mbajtja e së cilës është ndër më të rëndësishmet që kam mujt me e fol dhe përgadit deri më sot. Ndër më të rëndësishmet e quaj për shkak se ka të bëj edhe me ne shqiptarët, me kombin shqiptar, me kulturën shqiptare, me traditën shqiptare, me të tanishmen sot dhe me të ardhmen që i pret shqiptarët. Se për çfarë është fjala dhe pse e nisa me këto fjalë kaq të mëdha dhe kaq kumbuse e përmbajtjesore, do të mësoni në minutat në vazhdim. Nga jo kërkoj një vëmendje të shtuar, sepse analizimi i temës dhe i përmbajtjes së saj do një koncentrim të shtuar. Paraprakisht, respekt e falenderime. Miq, javën e kaluar në Stamboll është mbajt forumi global i dekolonizimit. Forum kë që për aq sa ka mujt me i përcjell diskutimet, ngjarjet dhe analizat që janë bë në lidhje me forumi global i Stambollit për dekolonizim, ky forum përbën një ngjarje që të i kalon shumë, ama shumë, kufijt e një takimi të zakonshëm ndërkombëtar, si ato që janë zhvilluar më parë në Stamboll, Turqi, apo në për qendra e metropole të tjera të botës. Shikuar nga lart dhe duke e analizuar ngjarjen, organizimi dhe vendi i organizimit të këtij forumi në Stamboll nuk ishte rastësi. Për shka? Sepse Stambolli historikisht nuk ka qenë kur një qytet i zakonshëm. Ai ka qenë një pikë takimi i qytetërimeve të tëra dhe vend ndërveprimi i traditave të ndryshme të dijes dhe të kulturave të ndryshme të cilat i kanë përfaqësuar kombe e popull të tërë. Përveç kulturave dhe civilizimeve të tjera, teksa po flasim për Stambollin dhe forumin që u mbajt javën e kaluar, edhe gjeni ilirosh shqiptar flen thellë nën themelet e këtij metropoli. Bile edhe më shumë se kaq. Ky qytet për shekuj të tërë e ka bajt emrin e një ilirosh shqiptari, emrin e perandorit romak, me prejardhje ilire, Konstantine, që konsiderohet ndër ftyrat më eminente të perandorisë romake. Prandaj, kandidimi i këtij qyteti dhe përpjekja e tij për të bërë sërish një nga qendrat globale të dijes dhe ndërthurjes kulturore dhe qytetërimore është vazhdimsi e memorjes së thellë historike të këtij metropoli. Shqiptarët, të nderuar miq, kanë çka lypin e kanë çka kërkojnë në këtë qytet dhe kanë hak në këtë qytet, në të cilin e për të cilin janë ngritur dhe kanë rënë qytetërime të tëra. Tema kryesore që u diskutua në forumin e Stambollit për dekolonizim nuk ishte thjesht një teori akademike apo të them një narrativ klasike mbi historinë e kaluar, por kishte të bënte me krizat morale dhe epistemologjike drejt të cilave por shqet bota moderne. Shpresoj të jam i qartë. Përveç kësaj, flitej dhe u diskutuan konceptet mbi të cilat njerëzimi do të rindërtoj vetveten në fazat e ardhshme të tij. Në këtë video pra, miq, sonte do të flas
jo për një forum të thjesht që u mbajt në Stamboll, jo. Këto po du me fol për një tërmet të heshtur ideologjik që po lëkund themelet e botës moderne. Prandaj thash në fillim të videos, kërkoj nga jo një kujdes të shtuar dhe një vëmendje të posaçme për ta kuptuar thelbin, domethënien dhe rëndësinë e temës që po e trajtoj. I thash këto fjalë që po lëkund themelet e botës moderne, sepse për herë të parë, pas shumë dekadash, në zemër të botës islame, larg asaj perëndimore, po shtrohet hapur një pyetje e rëndësishme e ndoshta shkencërisht edhe e frikshme, që të cilën pyetje bota perëndimore nuk do të kishte dëshirë ta dëgjonte. Është ajo, a është e vërtet universale bota që na është imponuar, e përsëris, a është e vërtet universale bota që i është imponuar njerëzimit, apo kemi jetuar për dekada brenda një rendi ku disa popull kanë monopolizuar të drejtën për të përcaktuar se kush është njeri, kush është i civilizuar, kush ka të drejtë të jetoj dhe kush mund dhe dohet të vdes në heshtje. Dhe pikërisht, në brumin e kësaj filozofie rreth së cilës është diskutuar në forumin e Stambollit, pikërisht në këtë zemër të kësaj teme hyn çështja e Gazës. Jo vetëm si luftë, por si pasqyra që u ahoqi maskën shumë fuqive të mëdha të kësaj bote. Për Gazën, për 2 vite rresht, 512 video të incizuara, intervista të dhëna, shkrime dhe analiza të cilat i kanë bërë para kamerave të ndryshme. Gjatë gjithë kësaj kohe, të nderuar miq nga kudo që po më përcjellni, jam munduar që të mos flas vetëm si një komentator i ndodhive të aty paratyshme që ndodhin në Gaza. Por, për te i kësaj, jam munduar që ta shpjegoj problemin e Gazës si një produkt i marrëdhënieve ndërkombëtare të krijuara dekadave të fundit dhe si një paralajmërim më i forti i mundshëm për rënjen e qytetërimit aktual, për rënjen e sistemit të marrëdhënieve ndërkombëtare, ku disa herë e kam përdor atë fjalin, atë narrativën time se bota pas ngjarjeve në Gaza nuk do të mund të jetë më ajo që ishte, ndërsa historisë dhe historianëve do t'ju nevojiten terminologji të reja, trajtesa të reja për të përshkruar, analizuar dhe transferuar brezave që vinë atë që ka ndodhur në Gaza. Gaza, e cila tërthorazi është përmend në forumin e Stambollit për dekolonizim, është vendi, hapësira, ngjarja, ndodhia, piknisja historike, e cila po e shpërfaq para syve të botës atë që ka qenë akomoduar në sistemin ndërkombëtar si një e drejtë universale për të gjithë, dhe pas së cilës kanë qëndruar fuqi, të cilën këtë drejtë universale e kanë paraqitur si e drejta më e mirë dhe autoktone vetëm e popujve të cilët kanë të drejtë të përcaktojnë se kush është njeri, kush është i civilizuar, kush është i prapambetur e kush duhet të jetoj apo të vdes në heshtje. Prandaj, çështja e Gazës, të cilën unë derisa kam fol për ngjarjet atje dhe përderisa jam munduar ta shikoj edhe nga perspektiva analitike, sintetike, po del që
të jetë vendi, momenti dhe piknisja historike për të ndryshuar në themel gjithë atë që ka qenë evidente deri më tani. Dhe nuk është vetëm Gaza. Shikoni me kujdes se çfarë ndodh tani përreth nesh në botë. Bota po ndahet jo vetëm në aleanca ushtarake dhe ekonomike, duke i hedhur poshtë aleancat dhe fuqit e tjera të cilat kanë qenë bizotruese të marrëdhënieve ndërkombëtare dhe të shoqërive të tjera. Por sot betejë po bëhet mbi vetë kuptimin e historisë, mbi identitetin dhe mbi të vërtetën. E vërteta, monopol i kujt është? I fuqive kolonialiste të cilat imponojnë identitete dhe mendësi, apo është e dikuj tjetër? Sot pra nuk bëhet luft ma vetëm me raketa, me aeroplan, për naft e me naft. Lufta bëhet me universitete, me që të dashur. Koncentrohuni në këtë video dhe sjelleni ndërmend ato të cilat i kam thënë shumë herë në për videot e mia. Pra, lufta sot nuk po bëhet vetëm me raketa, aeroplan edhe me naft, por me universitete, me media, me algoritma dhe inteligjenca artificiale. Dhe pyetja që do të trajtohet në këtë video dhe më pastaj edhe të tjeret në debate serioze akademike, intelektuale shqiptare është: me sa vjen, a do të mbetemi ne vetëm konsumues të ideve të tjerve, apo do të bëhemi një popull që prodhon vetëdije, mendim strategjik dhe narrativa të tona personale? E them këtë, e shtroj këtë pyetje, sepse e di atë që është një frikë e vërtet evidente në histori. Kombët e vogla nuk zhduken gjithmonë nga pushtimi ushtarak. Shumë prej tyre zhduken kur humbin aftësinë për ta kuptuar vetveten e pasi ta kuptojnë për ta imponuar veten në jetën, narrativat dhe marrëdhëniet ndërkombëtare. Ndoshta kjo është arsyeja pse shqiptarët sot ndodhen në një moment historik shumë më të madh se sa mendojnë vetë shqiptarët. Ne jemi një popull që kemi jetuar mes lindjes dhe perëndimit, mes perandorive, mes qytetërimeve dhe projekteve globale. Por tani, populli shqiptar po hyn në një epokë krejtësisht tjetër. Epoka ku po shembën qendrat e vjetra të botës dhe po lindin qendra të reja të fuqisë. Në këtë epokë nuk do të mbjetojnë vetëm ata që kanë ekonomi dhe ushtri të forta. Do të mbjetojnë ato kombe që kanë identitet të qartë, elit intelektuale mendore dhe vizion civilizues. Përndryshe do të ballafaqohen me zhdukjen. Sonte pra këto, e shtroj edhe këtë pyetje për të vazhduar shpjegimin e kësaj teme, edhe njëherë e them, ndër më të thellat dhe më të rëndësishmet të cilat kam mujt t'i preke para kamerës në videot e mia. Pyetja është: apo hyn bota në një kryengritje globale kundër kolonizimit modern dhe ku gjenden shqiptarët në këtë përplasje të madhe historike? Këtë çështje dohet ta trajtojnë dhe ta analizojnë ata të cilët kanë marrë mbi supet e veta përgjegjësinë intelektuale shqiptare dhe ata të cilët pretendojnë se i takojnë botës së elitave intelektuale.
Nëse e analizojmë, po kthejhem të forumi, nëse e analizojmë me kujdes frymën, punimet e forumit global për dekolonizim në Stamboll, bëhet e qartë, kuptohet letë se nuk kemi të bëjmë thjesht me një debat intelektual mbi patdrejtësitë historike të kolonizimit klasik, por me lindjen graduale të një projekti të ri civilizues, i cili po përpiqet të sfidoj vetë themelet e përgjithshme, veçanërisht filozofike, të njohjes epistemologjike dhe geopolitike të rendit modern ndërkombëtar. Në thelb të kësaj, ky forum, gjatë ditëve sa u mbajt në Stamboll, nuk e trajtoi vetëm pyetjen çfarë ka bërë kolonizimi, por ka shtru një pyetje edhe më interesante se kaq. Mbi çfarë baze morale vazhdon ende të funksionoj sistemi ndërkombëtar modern. Ky sistem ndërkombëtar modern, që si rend global ka vdek, i kalon mës së kaluarës, mirë po si substrat, si përmbajtje e veshur me një formë tjetër, po tenton t'i imponohet njerëzimit edhe më tutje. Dhe pikërisht që të fillon ai dimensioni më i thellë i krizës së sotme globale. Sepse për herë të parë prej dekadash, një pjesë e madhe e botës jo perëndimore nuk po kërkon më vetëm pjesëmarrje më të drejt për drejt në sistemin ekzistues dhe në këtë që po krijohet, por me guxim si asnjëherë më parë, po vë në pikpyetje vetë legjitimitetin filozofik të sistemit aktual dhe i cili dhe tjetrin i cili po pretendon të futet në histori. Kjo është arsyeja, të nderuar, pse çështja e Gazas në forumin e Stambollit për dekolonizim u shndrua në sistemin apo u shtrua në epicentër të punimeve të forumit. Gaza nuk është pa në këtë forum, siç nuk e kam pa unë pa gjatë 2 viteve kur pa ndërprej, duke folur për Gazën, problemin e Gazës, filozofinë e Gazës, narrativat rreth Gazës, shkaqet e nisjes së kësaj dhe pasojat që do të reflektojnë në botë. Gaza pra në forum nuk është pa, siç e kam pa unë shumë herë më parë, si një tragjedi humanitare, por si një moment historik ku u ekspozua kontradikta e madhe e modernitetit perëndimor. Pra, pretendimi për universalizëm moral nga njëra anë dhe relativizimi i jetës së tjetrit nga ana tjetër. Pra, Gaza, folur me një gjuhë më të thjeshtë, të dashur, Gaza ka shpërfaq tendencën e një betejë midis 2 mendësive. E para mendësi që vazhdimisht ka pretenduar, mbase vazhdon të pretendoj për aq forcë sa i ka metur në betejën shtetërore, ta paraqet veten si e drejt universale dhe më e mira dhe më e padiskutueshmja, dhe në anën tjetër relativizimi, do të thënë marrja shkel e shko e jetës së tjetrit. Kjo dohet të jetë, të jetoj e mbijetoj, të sundoj dhe të imponoj, dhe tjetra të jetoj për aq sa i ipët mundësia nga pjesa e parë. Për dekada të tëra, e ndoshta për më shumë se një shekull, bota perëndimore pati arrit të paraqet veten jo vetëm si qendër ekonomike dhe ushtarake, por edhe si qendra
natyrore e dijes njerëzore. Kësaj i është imponuar botës në çdo cep të saj. Kjo do me thonë se konceptet e qësaj bote perëndimore, rreth demokracisë, shtetit, kombit, qytetrimit, zhvillimit, madje edhe vetë nocionit se kush ka të drejtë të quhet njeri e kush është njeri, i janë imponuar botës si standarde universale. Mos ta përsëris me këta. Mirë po, ajo që po ndodh sot dhe po shihet, po e prekim, po e shohim me sy nga të gjitha anët, nëpërmes mediave, analizave, rrjeteve sociale, ajo që po ndodh sot është shumë më e rrezikshme për këtë rend sesa një krizë ekonomike apo ushtarake. Çka po ndodh? Po ndodh delegjitimimi epistemologjik i qendrës perëndimore. Vetë brenda qendrës perëndimore, botës perëndimore, janë krijuar narrativa më shumë se 2, të cilat pretendojnë për dominancë, pretendojnë për ofrimin e mundësive dhe të zgjidhjeve që i nevojitën botës dhe janë në një konflikt konceptual, domethënës, filozofik, ushtarak, epistemologjik dhe natyrisht jetik, se cila anë e botës perëndimore në kuptimin përveç botës islame do të jetë ajo e cila do t'i prodhoj botës mundësi dhe ide mbi të cilat do të ndërtohet e ardhmja e tyre. Dhe këto duhet kuptu një element shumë i rëndësishëm. Kolonizimi nuk ka qenë dhe nuk është vetëm pushtim territorësh, si që jemi mësuar të dëgjojmë kolonizimi i tokave arabe, kolonizimi i Amerikës, i Afrikës, i asaj. Jo, kolonizimi nuk është vetëm pushtim territorësh. Kolonializmin në fakt është kontroll mbi mënyrën se si njerëzit e kuptojnë jetën. Nëse e marrim për të mirëqenë, të sakt, a që unë e them se është e sakt dhe e patjetërsueshme, se kolonizimi është kontroll mbi mënyrën se si njerëzit ta kuptojnë botën, atëherë shtrënja pyeten vetvetes. Për shqiptarët dhe kombe tjera, a janë liruar nga format e ndryshme të kolonizimit dhe kolonializmit, apo janë formate të reja me narrativa të reja në kushte dhe në rrethana të reja që mbesin të kolonizuar. Kolonializmi nuk ka pushtuar vetëm toka përgjatë historisë, por është koncentruar kryesisht në imagjinatën historike të popujve. Vetëm kështu ka mujt me mbijetue ma shumë se një shekull. Pushtimi formal në atë kuptimin e pushtimit ushtarak e ekonomik nuk është i mjaftueshëm që një ide, një filozofi jetese e pushtuesit të jetë sistem jete e të pushtuarit. Pikërisht pra, në këtë forum, në forumin e Istanbulit, kjo është pikërisht arsyeja pse është fol dhe u fol atë shumë për pavarësi, për nevojën e pavarësisë mendore dhe për të drejtën e gjykimit të ngjarjeve dhe të jetës. Për shka? Sepse një popull, po, mund të ketë flamur, mund të ketë ushtri, mund të ketë qeveri, por nëse vazhdon të shoh vetveten vetëm përmes syve të tjetrit, ai ende mbetet pjesërisht i kolonizuar. Ideja ime, të cilën e kam hedhë këto para juve, dhe në disa analiza e shkrimet të mia, se e ardhmja e botës do të përqendrohet në 4 superfuqi, SBA, Kinë, Rusi dhe Turqi,
dhe se shumë shtetet të vogla mund të zhduken apo do të zhduken, do të duhej ta kishit kuptuar, e nëse jo deri më tani, ta kuptoni nën hijen apo në sens të kësaj shka po e them tani. Vetëm shtetet të cilat imponojnë narrativa, mendësi, imponojnë identitete dhe i imponohen të tjerve përveç me fuqin ushtarake, do të mbeten shtete sovrane në kuptimin e sovranitetit të tanishëm. Të tjerat, cilat do qoftë dhe cilat do qoftë që ka pas fuqi të deritanishme në histori. Nëse nuk e kanë fuqien të balafaqohen apo të imponojnë vetveten me narrativat e tyre në të ardhmen, do t'i ekspozohen një zhdukje pa thojza dhe zhdukje me thojza si entitete kombëtare, popullore, nacionale të ndryshme në të ardhmen. Nga perspektiva geopolitike, kjo temë për të cilën po e flas është ndër pikat më të rëndësishme dhe të jashtëzakonshme. Për çka? Sepse po lind gradualisht një botë shumë qendrore, me shumë pika, ku fuqia nuk matet vetëm me tanke dhe ekonomi, por edhe me aftësinë për të prodhuar narrativ ose për t'ju imponuar sistemit global që po krijohet. Në shekullin 21, ai që kontrollon narrativen që po them, mënyrën e jetesës, imponimin e do, kontrollon legitimitetin moral të pushtetit dhe të jetesës së vet si kombë, si shtet, si etni dhe si popull. Për këtë arsye, betejat më të mëdha, unë e mendoj, të së ardhmes nuk do të zhvillohen më vetëm në dete apo në ngushtica strategjike si ngushtica e Hormuzit, Babul Mandab, kanali Suezit dhe pika të tjera. Por betejat do të zhvillohen pikërisht në universitete, në media, në algoritma të inteligjencës artificiale dhe në platforma të tjera digjitale. Dhe kjo është arsyeja pse diskutimi mbi dekolonizimin digjital që u fol në forum dhe janë bërë më pastaj analiza shumë strikte, ishte shumë më i rëndësishëm se sa të ishte folur për formatet klasike të kolonializmit apo dekolonizimit të shoqërive. Për shkak se nëse modelet e inteligjencës artificiale trajtohen vetëm mbi përvojën historike, gjuhësore, filozofike të qendrave perëndimore apo të qendrave të pjesëve të tjera të botës, atëherë edhe vetë e ardhmja e dijes globale do të prodhohet sipas filtrit të tyre civilizuese. Inteligjenca artificiale, dua të them, do të jetë të njëjtutje ajo që përcakton vetdijen dhe dinamikat e jetës në mënyrën siç i ka përcaktuar dinamikat dhe mënyrën e jetesës imponimi i kolonializmit perëndimor që është përhapur dhe mbijetuar e jetuar komod në për shumë pjesë të botës. Në këtë kuptim, inteligjenca artificiale në të ardhmen, me thonë shumë më qartë, mund të shndrohet në kolonializim shumë më të sofistikuar mbi historinë njerëzore. Një kolonializim pa ushtar, pa flamuj, pa tanke, por me algoritme, me të dhëna dhe me kontroll të narrativave. Inteligjenca artificiale është ajo që do të përcaktoj se kush ku sa, nëse po,
kush ku si do të mund të mbjetoj, si etni, si popull dhe si shtete. Në këtë kontekst, cilin po e shpjegoj, sa minuta o bodën, 30, do të kuptu edhe rolin që e ka marrë mbisupe Turqia në, ta them, në 2 dekadat e fundit, 10-15 vjetët e fundit. Projekti turk, e them këte për shkak se e kam përcjell politikën, situatën, sidomos të kësaj pjese të botës. Projekti turk i viteve të fundit nuk është vetëm projekt geopolitik klasik. Bajni men këtë fjali. Projekti turk i viteve të fundit nuk është projekt vetëm geopolitik klasik. Ai ka dimension civilizues. Kur kam folë për Rusin dhe luftën e saj, pushtimin e saj të Ukrainës, unë më shumë se njëherë kam thënë se lufta e Putinit dhe pushtimi i Putinit që i bën Ukrainës nuk duhet parë vetëm si një luftë frontale e një fuqie kundër një shteti me pak fuqi. Dhe nuk duhet parë vetëm si një betej për të mira materiale të cilat i përmendte përpara ky Marksi. Njëjtë kështu edhe për luftën e Gazës, që ishte kulminantja që ndërlidh temën dhe shpjegon temën teme që po trajtoj sot. Edhe lufta e Gazës, për të qenurit një përpjekje për shfarosjen e një populli dhe marrjen e tokës së tij, uzurpimin, vjedhjen, plaçkitjen e tokës së tij, ka qenë një narrativ e re, një luftë ndër qytetërimore, sepse bota ma, nga njëra anë ortodokse dhe tjetra islame atje, nuk po mujnë me e bajt atë sistemin kolonialist, i cili sistem i është imponuar botës nga koha e pushtimeve të para të Francës dhe të Britanisë të tokave arabe islame në Afrikën veriore dhe gjithandej në lindjen e mesme. Pra, lufta e Putinit në Ukrainë është një betej qytetërimore mes botës së krishtere, midis bllokut orthodoks, autokton i krishter dhe botës së rigjeneruar, riformuar dhe riformatuar të krishtere, katolike nga njëra anë dhe anglo-saksone, protestante nga ana tjetër. Për këtë arsye po them se projekti turk i viteve të fundit nuk do të më pasi një projekt vetëm geopolitik klasik. Ai ka dimension civilizues. Prandaj, edhe retorikën e Recep Tayyip Erdoganit, presidentit turk, se bota është më e madhe se 5, nuk duhet pa vetëm si një slogan diplomatik kundër Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Por në thelb, pikërisht kjo fjali, pikërisht kjo slogan, ideor, jo ideologjik, kjo slogan, kumbues për ndryshimin e botës dhe dhënjes fund të kolonializmit dhe kolonializimit klasik që ka ndodhur, duhet parë si një revolt, pra kundër monopolit epistemologjik të një bote të ndërtuar vetëm mbi disa qendra pushteti, dhe ato janë 5, si çdihet se që janë. Bota është më e madhe se 5, do të kuptu si thirrja e fundit, e para për nga lloji, por e fundit për nga qjerja e zërit, që buronte nga mendësit, shpirtat, zemrat dhe jetët e kombeve të ndryshme që u lodhen ma nga sistemi i së kaluar, ta quaj kolonial, apo globalist, apo qytetnim perëndimor, qytetnim çfarë do quaj. Megjithatë, miq, pikërisht që to ekziston një paradoks i madh.
Shumë nga shtetet që sot flasin për dekolonizim epistemologjik, ende mbajnë brenda tyre struktura të thella nacionaliste, etnike, autoritare, të trashëguara nga moderniteti që pretendojnë ta kritikojnë apo ta zhdukin. Ka shoqni të cilat dëshirojnë të lirohen nga kjo botë, por brenda tyre idet nacionaliste, autoritare, etnike shkojnë në vijen e qasaj që kanë qenë të ndrydhur deri më tani. Kjo është arsyeja pse procesi i dekolonizimit është shumë më i vështirë se antikolonializmi klasik i shekullit 20. Për shkak se sot nuk mjafton vetëm të largosh dominimin e jashtëm. Duhet të çlirosh edhe vetëdijen nga format e brendshme të kolonializmit që i është imponuar botës. Prandaj ka hyrja që atje, ka fillimi i kësaj videoje, thash se kolonializmi kur nuk do të mund të mbijetonte, edhe nëse do të fitonte me barot e me fuqi ushtarake, nuk do të mund të mbijetonte pa kolonizuar edhe mendesin e kombeve në të cilat janë akomoduar fuqit e mëdha. Dhe këtu është punuar mas shumëti. Një ndër elementet më të fuqishme të një kolonializimi të vetëdijes njerëzore ka qenë globalizmi. Në përmes sistemit globalist, i cili edhe tek ne nga profesor universitar këto që studiojnë e ligjerojnë sociologjinë, analista, globalizmi është pa si një fuqi e prosperuar e cila botën e ka kthyer në një katon dhe një fshat të vetëm dhe ku të mirat janë të përbashkëta e bla 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 e bla 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 e sene. Gjithmonë kam menduar, por nuk e kam pas fuqien dhe as gatishmërinë t'i dal në ballë, se globalizmi ka qenë fryma e çetij kolonializmi për të cilën po flas, dhe i cili ka vu themele në fillimet e shekullit 20 dhe ka zgjatur deri vonë dhe grushtin e fundit i ka dhënë më pastaj fryma e cila e ka sjell Donald Trump në shtëpinë e bardhë, fryma e cila i dha fund mendësisë së kaluar. Mirë po, ajo që nuk dihet është fakti se çfarë do të jetë fryma e ri, rendi global. A do të ka intencen e kolonializimit të kombeve dhe shteteve ende si pjesë përbërëse të politikës e vetë, apo do të ndryshon format. E përsëris edhe njëre, ende mendoj se vetëm kombet të cilat e përgatitin vetveten për te fuqisë ekonomike dhe ushtarake, e që kjo është vetëm themeli ta quaj, i mbijetesës në garën e ardhshme, për te fuqisë ekonomike dhe ushtarake do të mbijetojnë ato shtetet të cilat kanë përgatitur historinë e tyre, të tashmen e tyre, kanë përgatitur elita intelektuale, i kanë futur në sistemet e jetës së atyre kombeve që ta imponojnë narrativën e tyre në dinamikat dhe konkurencat e reja të botës që po na pret. Në qëtë sistem pra, në qëtë temë këto, për derisa po flas për forumin e Stambollit, ja vlen dhe është mase e nevojshme të fus pak edhe këtë dimensionin shqiptar.
faktin shqiptar, filozofin e jetës shqiptare. Dimension i cili është jashtë zakonisht interesant dhe ende i pa analizuar, jo nga të tjerët në botë, por për fat të keq edhe nga ne vetë shqiptarët. Shiqani miq, shqiptarët historikisht kanë jetuar në kryqëzime të qytetërimeve. Mes lindjes dhe perëndimit një kohë, mes botës osmane dhe Evropës moderne një kohë, mes identitetit islam, atij kombëtar dhe atij evropian. Dhe pikërisht për këtë arsye unë mendoj se shqiptarët mund të bëhen një rast studimor unik në debatin global mbi identitetin postkolonial që po krijohet në botë. Në vitin 2012, unë kam themelu Institutin Avicena dhe e kam nxjerrë revistën me të njëjtin emër. Revista e tillë nuk ka mujt mi mbjetu dinamikave të kohës, harxhimeve ekonomike, s'kam dit me gjetë ose si me kërkue donacione që të mbjetoj ajo revist. Vetmja e llojit të tillë ndër ne shqiptarët, po flas për në Kosovë ma modest, aty në hyrje të asaj reviste, atij periodiku Avicena, kam thënë se shqiptarët mund të luajnë, është ka qenë logo, moto e revistës. Bota po ballafaqohet, qytetrimet mes tyre po ballafaqohen, shqiptarët si një këmbë me histori dhe identitet të veçantë në Evropë duhet të kyçen në betejat qytetrimore të cilat kanë fillu dhe të cilat do të vazhdojnë, të jenë shumë më të fuqishme në të ardhmen. Këto fjalë i kam thënë në vitin 2011, në 2012 janë botue në revistën Avicena. Dhe ja sot, ka ardhur koha kur luftat më nuk kanë rëndësi vetëm ekonomike me raketa për ngushtica. Është lufta për narrativa identitare, qytetrimore, sepse formati i jetës së ardhshme ka me qenë shumë më ndryshe se formatet të cilat jemi mësuar t'i lexojmë në për histori dhe t'i përjetojmë në lëkur në këto 100 vjetet e fundit. Problemi i shqiptarëve sot nuk është vetëm problem ekonomik apo politik. Të nderuar, të dashur, përcjellës të mi këto. Problemi më i madh i shqiptarëve është epistemologjik. Kujdes, për herë të dytë po e them një fjali. Derisa i dëgjoni këtë fjalë, kthehuni dhe dëgjojeni zërin tim të shtjerur, ku kam bërtitur shumë herë me letara të protokolluara dhe në debate të ndryshme për nevojën e krijimit dhe themelimit të instituteve qeveritare, kërkimore, shkencore, për studime strategjike, pa të cilat shqiptarët, çfarëdo force ushtarake dhe ekonomike të jenë, do të mbeten të ekspozuar qasaj fryme të frikshme, të shkrirjes dhe humbjes dhe zhdukjes së identiteteve kombëtare që bota e ardhshme e ka përgatitur për kombe të vogla. Pra, problemi i shqiptarëve sot nuk është vetëm ekonomik apo politik, por është problem më i madh, është problem epistemologjik. A do të ndërtojnë të ardhmen e tyre shqiptarët vetëm si periferi imituese i modeleve të jashtme, apo do të arrijnë të prodhojnë një vetëdije të tyre civilizuese dhe strategjike, varet shumë nga aftësia shqiptare për ta kuptuar jo nga unë kësaj radhe, por nga leximi i ngjarjeve historike që po rrjedhin sot dhe dinamikat e së ardhmës që trokasin në dyert e historisë shqiptare. Për shka thëm këte? Sepse një këmbë
që humb aftësinë për të prodhuar elit mendore, intelektuale, originale, gradualisht e humb aftësien për të kontrolluar fatin e vet historik. E përsëris këtë fjali sepse është shumë e rëndësishme për ta kuptuar gjithate që kam thonë deri më tani dhe për ta kuptuar dhe marrë seriozisht të ardhmen që i pret shqiptarët. Një këmbë që e humb aftësinë për të prodhuar elit intelektuale, mendore, originale, gradualisht e humb edhe aftësinë për të kontrolluar fatin e vet historik në të ardhmen. Kjo shihet jo vetëm tek shqiptarët, por kjo frikë, ky shqetësim analitik, akademik, intelektual, shihet edhe më gjerë në Ballkan. Shumë elita politike në rajonin e Ballkanit kanë krijuar shtete formalisht të pavarura, por mendërisht, me inteligjencë, me aftësi intelektuale, kanë betë të varura shumë nga qendrat e jashtme. Prandaj, shpesh në Ballkanin ton kemi imitimin e institucioneve të jashtme pa futjen në sistem të kulturës politike, pa futjen në sistem të mendësisë kombëtare, duke e përgatitur paraprakisht që ti mbështet institucionet politike. Dhe ky defekt pra është një nga shkaqet kryesore të krizave permanente që bëhen në shtetet e Ballkanit. Shqiptarët duhet t'i lexojnë thellë dhe me seriozitet këto gjana. Për shqiptarët, dekolonizimi epistemologjik, i njohjes, i mendësisë, i kulturës epistemologjik, nuk do të thotë, kujdes, këto dua një vëmendje të shtuar nga ju, edhe për mos keq kuptim, por ma shumë për ta kuptuar realitetin, jo të asaj që po e thëmë, por realitetin që po na pret. Për shqiptarët e përsëris, dekolonizimi epistemologjik nuk do të thotë kthim romantik në të kaluarën osmane, apo refuzim i tanishëm i perëndimit. Përkundrazi, jo ngjizje me botën perëndimore, por duhet të them që të kihet dhe të kemi aftësi për të hyrë në dialog me botën moderne, pa humbur vetëdijen historike, kombëtare, kulturore të identitetit ton kulturor. Qerja e zërrit tim në për xhamijat e diasporës, vazhdimisht ku kam mujt me mbajt ligjërata dhe debate, në për forume, në për shkrime dhe në për video e mia. Vazhdimisht kam folur, kam bërë thirrjen që të ruhet ajo që është traditë shekullore shqiptare, të kultivohet me xhelozi, me kujdes dhe të ruhet me xhelozi, sepse çfarëdo fshirje e elementeve kulturore të traditës sonë shekullore do të thotë hedhjen e shqiptarit si kombë, si kulturë dhe ta quaj si qytetnim në një pelg në të cilin mund të mbillet në të çfarëdo që dëshirojnë dhe dëshirohet nga të tjerët. Vetëm për kushtimi shumë i madh dhe ruajtja me xhelozi e traditës sonë në rrafshet sekulare, në rrafshet fetare të krishtera dhe në rrafshet fetare islame, mund të krijojnë mundësi, jo fuqi, mundësi me të cilat ne mundemi nesër të ballafaqohemi me dinamikat shumë më të ashpërta, kolonizuese se që janë bërë për gjatë shekullit 21. Përpara kemi pas kolonizimin ushtarak të resurseve e nëntoksore, mbitoksore, geografike. Tash kemi një mund të jetë, e unë besoj se është një kolonizim të ri në përmes inteligjencës artificiale, e cila jo që është fut në çdo familje,
po është fut në xhepin e secilit, në mendjen e secilit dhe do të akomodohet si një fuqi orientuese e individëve të tërë që krijojnë një shoqëri, një kulturë apo një popull. Prandaj e them që duhet patur kujdes se ruajtja ose përpjekja për dekolonizim tek shqiptarët nuk dohet ta ketë kuptimin e kthimit romantik në të kaluarën osmane apo refuzim të vlerave perëndimore. Përkundrazi, kjo do ta ketë dhe e ka kuptimin e një aftësie për të hyrë në dialog me botën moderne, por pa humbur vetëdijen historike dhe identitetin kulturor. Shqiptarët nuk mund të mbjetojnë në shekullin e 21 vetëm si konsumues idesh, kulturash, imitues, narrativash të huaja. Ata, shqiptarët, ne do të behemi prodhues i narrativave të nevojshme për ne, për sot dhe për të ardhmen. Dhe për të arritur kjo, kërkon një universitete reale o ju klasa politike në Kosovë dhe Shqipëri, e mundësisht edhe në Maqedoni, o ju kryeministra dhe njerëz përgjegjës, për të realizuar kjo, në mënyrë që shqiptarët në shekullin e 21 të mos mbeten vetëm konsumues narrativash të huaja, por të bëhen prodhues të narrativave të veta, të ruajtjes së identitetit kulturës dhe imponimit të vlerave të veta ndaj botës, e shqiptarët kanë çka me i imponue botës, kërkohet jo kryeministrat shqiptar, universitete reale, koncentrim në edukim dhe arsimim, media strategjike, institute kërkimore serioze, elit intelektuale që mendon në mënyrë afatgjata, por ajo elite mos mbetet në skutat e historisë, për shkak se ju i keni ngujuar atje, apo për shkak se ata kanë gjetë akomodim dhe komoditet të jenë të skutur, por t'i nxirrni ato elita nga ato vende ku janë fshehur dhe nga ku e vëzhgojnë gjendjen e kombit dhe të shteteve tona kaq të shtrejta. Për shkak se në botën që po lind, kombet e vogla mund të mbjetojnë. Kombet e vogla mund të mbjetojnë vetëm nëse e kuptojnë se jo më vetëm me emocione patriotike apo me alianca ushtarake. Kombet në të ardhmen do të mbjetojnë nëse arrijnë të krijojnë rëndësi epistemologjike, strategjike dhe t'i imponohen botës me narrativat e tyre origjinale. Nuk ka nevojë të ketë fuqi më ushtarake për të ekspozuar qëndresën identitetin tënë, por ka nevojë për universitete reale, për media strategjike, për institute kërkimore serioze dhe për elit intelektuale që menon në mënyrë afatgjata. Dhe për fund të videos, duke shpresuar se është thonë ajo që duhet të dëgjohet në mënyrë kaq të drejt për drejt nga unë. Për fund të videos them se forumi që u mbajt në Stamboll do të shihet si shenjë e hyrjes së botës në një epokë të re, në epokën e konfliktit mbi kuptimin e vetë modernitetit. Lexoni se çfarë është thënë dhe çfarë do të shkruhet në lidhje me forumin e Stambollit. Dhe ndoshta pyetja më e rëndësishme që mund të shtrohet për popujt siç jemi ne shqiptarët, nuk është më vetëm me kë duhet të jemi, por duhet të shtrohet pyetja si duhet ta kuptojmë vetveten në një botë ku qendrat e vjetra të kuptimit po shemben gradualisht dhe ku ka tendenca të reja
të fuqjes së një formati të ri të kolonizimit nëpërmes inteligjencës artificiale dhe formave të reja të cilat as unë dhe as shqiptarët nuk jemi në gjendje t'i kuptojmë deri në këtë moment që po flasim. Pyetja kryesore pra për shqiptarët nuk është sot me këtë duhet të qëndrojmë sepse dihet, por si duhet të kuptojmë vetveten në një botë ku qendrat e vjetra të kuptimit po shembën gradualisht dhe po mugullojnë të tjerat që do të imponojnë vedijen dhe identitetin jo vetëm të tyre, por edhe të kombeve të tjera, të cilët shpresojnë se do t'i mbjetojnë së ardhmës kaq të rrezikshme. Miropafshim.